Hallet marrin kohën që gjejnë, kam iden. Domthonë, hallet kanë një karakteristikë që aq shpesh sa u jep e glabërojnë gjithë hapësirën. Nëse u jep shumë, të dominojnë. Hallet janë paradhoma për shumë gjëra dhe me kalimin e kohës e viteve mbase kam arritur të dalë në këtë filozofi që pastaj duhet edhe ta aplikoj, që është jepi sa më pak hapësirë. Nëse do ta shohësh ti, Shqipëria për më tepër është laborator. Shqipëria është një dimension që i ka në dozat bollshme këto dimensionet e absurdit dhe të prisë edhe shkakut që ti të gjesh atë mërzin brenda vetes apo edhe kudo që hen sy. Diçka është ta neglizhosh, diçka është ta elaborosh, ta përpunosh. Nuk jam që të mos e shohësh. Nuk jam që të mbyllësh syt, të prodhosh indiferentizëm, të prodhosh nihilizëm. Nuk jam për atë variant. Jam për ta përpunuar, sepse përpunimi, siç na mëson edhe inxhinieria ndoshta ose shkencat të tjera eksakte, janë pastaj themel dhe bazë për zgjidhje. Nëse ti vetëm e merr një material, siç e merr bruto, zhytesh dhe fillon nxjerr instinktin fillestar që është mlefi, është ato elementët bazë që dalin të parët në sipërfaqe, me shumë gjas do arrish deri te nëntimi i gjës. Po do ndalosh aty. Ndërkohë duhet ftohesh pak ndaj fenomenit, në mënyrë që mos e humbësh atë vrrullin, se njeriu ka inercinë, ka vrrullin, ka një energji caktuar që mund ta alokojë. Nuk e ka të pashtershme. Dhe bën shumë logjik ndoshta që me kalimin e kohës dhe me ndërgjegjësimin, dhe ndoshta kjo na ka munguar dhe si shoqëri civile në Shqipëri. CHI podcast.